Partia Socialiste është thjesht një individ I cili përcakton shumë shka. Dhe gjithë të tjerët 83. Ja, Spiropali doli kundër e vetë. E vetëmja që doli kundër dhe... se mua më duket si ajo vota jote kështu. Nuk për amikun mund tjetë, por është kot. Jo, është pasojat jo mbarë për shkak se doli kundër. Ndërkohë që në bollën perëndimore ka plot raste pafund që deputetë caktuar dalin kundër linjës së mazhorancës partisë tyre, le të themi, shumicës tyre. Dhe sigurisht që ata janë përgjegjës në ratë parë përballë elektoratit tyre dhe pastaj në partinë e tyre, duket që në Shqipëri nëse ndodh një gjë e tillë dhe nuk e di këtu për ndonjë çështje parajmore apo për inate personale. Elisa për çfarë bën zonja Spiropali? Po qartë as për inate personale me Belinda Ballukun. Me Belinda Ballukun? Pikërisht, s'donte të ishte aty në sallë për flitë që ka qenë Balluku që e hoqi nga posti I ministrës së jashtme dhe ajo s'donte të ishte aty e detyruar për të votuar. Hoqi Balluku, Tani, unë them kështu, ato që përfliten në për korridor. Tani pse më thashë theme më burr, ti je deputet tani, je profesor, je... Mirë, atëherë mund ta ludojmë që Spiropali ka këto parimet dhe vota e saj është mbi asaj që kërkon Edi Rama dhe prandaj zgjodhi të mos ishte e pranishme. Ajo mund të ishte e pranishme edhe të votonte pro, për shembull, nëse do kishte vërtet një qëndrim. Mirë, edhe mungesa e saj është qëndrim. Qëndrimi është me sa duket po persekutohet tani brenda partisë për shkak të një qëndrimi që shkon jashtë linjës. Çfarë vendimi do marrë Balluku? Nuk e di, nuk di të them se çfarë vendimi do marrë, por që vetë fakti që nisi debat ishte apo si ishte e pranishme, mua më duket përtej. Ky është fundi politik I zonjës Spiropali? Nuk di ta them. Po që qartazi, ajo që është e sigurt është që linja përcaktohet nga Edi Rama te Tauland Balla dhe më poshtë pastaj. Janë të gjithë në rresht me pak fjalë dhe nuk ka, prandaj them nuk ka mendim politik aty. Aty ka thjesht ngritje kartoni, çka edhe justifikon kërkesën për të zvogëluar numrin e deputetëve, po jo për shkak se kur e mbush partinë me njerëz që nuk japin ndonjë lloj kontributi, atëherë e ke më të thjeshtë për thuar që pse mos na përgjysmojmë numrin e deputetëve. Po do tjetër? Ju jeni mbështetës si SPAK-ut? Ne padyshim që jemi mbështetës të reformës që është bërë në sistemin e drejtësisë, sepse me gjithë problematikat e veta, me gjithë mangësitë që shpesh herë me të drejtë, si thua, I përmenden, fakti për shembull që nuk dha ndonjë kontribut të madh saç duhej tek zgjedhja 11 majit për të hetuar krimet zgjedhore, sidoqoftë kemi të bëjmë për herë të parë në Shqipëri në 35 vjet me një sistem drejtësie I cili vë përpara përgjegjësisë, le të themi, ata që konsiderohen si të paprekshëm që janë politikanë, pra. Kështu që në këtë aspekt, në momentin që flasim, kemi një përplasje të hapur, do thoja unë, me sistemin e drejtësisë dhe qeverisë. Pra refuzimi për t'i hequr imunitetin Belinda Ballukut ka sjellë një përplasje institucionale. Po? Çka do duhet të tregohet në qoftë se nga kjo përplasje ka dalë I fituar Edi Rama dhe qeveria e tij, pra që SPAK-u e ka pranuar në një farë mënyrë disfatën, që kur vjen puna për persona të caktuar ata ende ngelen si të paprekshëm, edhe pse ka dosje të mëdha hetimore që dëshmojnë nevojën për të hequr imunitetin dhe ndoshta edhe për të marrë masa më të rrepta. Kështu që ngjelet për të parë se cila do jetë kundërpërgjigja e SPAK-ut në këtë rast sa I përket refuzimit për t'ia hequr imunitetin. A do ketë një kërkesë të re, a do shtohen provat, sepse vetë justifikimi... Duke thënë që SPAK-u mund të ketë një kërkesë të re në kuvend? Unë shpresoj shumë. Si ke informacionet? Nuk kam ndonjë informacion, po unë... Çfarë bën aty s'ke informacion? Ti tërë thon kemi informacion, ti thua s'kam informacion. Po sepse ndoshta ne jemi më të sinqertë se ç'duhet ndonjëherë dhe nuk shtiremi sikur dim gjëra që po megjithatë do thojë që ti ke një pritshmëri që SPAK-u të paraqesë në parlament një kërkesë të re për zonjën Ballukun. Pritshmëria që mendoj se ka çdo shqiptar është që SPAK-u të mos pranojë disfatën përballë refuzimit të qeverisë për një kërkesë të jetë legjitime të bazuar në ligj. Po patyshim. Po të mirë, cila do ishte, se ti je deputet tani, kërkesa më e pranueshme për ty e SPAK-ut në parlament? Në lidhje me çështjen Balluku. Po shiko, justifikimi që dha Ulsi Manja dhe Partia Socialiste ishte që dosja që na solli kur kërkuat pezullimin e saj ishte e njëjtë me tani që na kërkoni masa më të rrepta. Një mënyrë, po them unë, mund të ishte që të shtohej dosja me prova të reja dhe të çojë prap kërkesa. Me të njëjtën kërkesë? Po sigurisht, për heqje imuniteti dhe arrestim, se ishte dhe arrestim. Arrestimi pastaj varet, a do të arrest shtëpia, do të arrest me burr, jo, arrestim, mas arresti, pastaj vetëm mas arresti duhet. Por në kërkesë ishte shkruar kjo. Dhe ti je për këtë që duhet patjetër
Por nuk është se jam unë, nëse kjo është kërkesë e prokurorisë që është miratuar nga gjykata dhe që është prokuroria ajo që i njeh provat më mirë se çdo deputet dhe mund të interpretojë më mirë se çdo deputet tjetër, atëherë sigurisht që unë e konsideroj një provë legjitime, e di prokurori këtë gjë, jo ulsimanja, si thua, që thonë nuk na bindet ju ne që duhet t'i heqim imunitetin. Po ti se duhet bindur ai që e pëson. Nga kjo betejë PS SPAK, kush do fitoj? SPAK-u, unë jam i bindur si do fitoj SPAK-u dhe dua ta besoj që do fitoj SPAK-u për hir të mbështetjes që ka deri në këtë moment flasin paktën nga faktori ndërkombëtar. Kështu që nuk është thjesht çështje që janë disa prokurorë ose kjo i thuhet Republika e Prokurorëve, por është një nevojë domosdoshme për shoqërinë shqiptare.